Vazelinën po ta bashkoni me këtë përbërës do ta bëni të trajtojë këto probleme. Dëmtimi i problemeve të ndryshme të lëkurës mund të jetë si pasojë edhe e përkujdesjes së dobët. Askush nuk do të ketë edhe probleme të tilla, sidomos femrat që shohin make-upin e tyre që mund t'i lërë ato në balë. Prandaj, për të trajtuar këto shqetësime mund të përdorni edhe vazelinën në kombinim me këto produkte. Piperi i kuq dhe vazelinë. Për të përshpejtuar procesin e lehtësimit të lëkurës, sipas Angin, rekomandohet përzierja e specit pluhur me vazelinë. Përzieni mirë dhe lini masën të ftohtë dhe aplikoni në lëkurën problematike. Me majdanos, kjo erëz e freskët është e mirë për shkak të vetive antiinflamatore. Ajo mund të përdoret edhe për të aplikuar mbi lëkurë në rigjenerimin e saj. Uthull mollë me ujë të ngrohtë. Kjo do të rrisë qarkullimin e gjakut në lëkurë dhe do të përmirësojë reduktimin e saj. Vazelina është një hidratuese shumë e mirë e lëkurës dhe si e tillë mund të japë rezultatet e duhura për këtë aspekt.